Dashur qytetar, zonja dhe zotrin, le të mirëpresim Vjosa Osmanin dhe Lumir Abdigjikun. Madhështore kjo pamje sonte, sa e bukur duket salla një tetori sonte, sa e madhe është kjo frym që po ndizet gjithandej Kosovës son, sa e madhe është lidhja demokratike e Kosovës. E madhe sepse ka zemër të madhe popullore, e madhe sepse çdo kohë kur ka qenë lehtë kur ka qenë vështirë, kjo shtëpi politike ka qëndruar drejt, e ka ditur të mbajtë gjallë një ideal të shenjtë, Kosovën e lirë, Kosovën demokratike, Kosovën republikë.
E madhe është LDK, sepse ka mbështetjen e qytetarëve të zakonshëm të vendi, të familjeve, të punëtorëve, të rinjve, të grave, burrave, që Kosovën e duan gjithmonë me zemër. E madhe sepse ka njerëz si ju këtu, i ka për herë bindje, mendje, sjellje, i ka në krah nga dhjetori i vitit 1989 deri më sot. Kohrat ndrojnë, akterët vinë e shkojnë, një gjë nuk ndryshon asnjëherë, LDK njëherë, LDK gjithherë. Dhe sonte nga kjo sallë e mbushur, plot si asnjë herë më parë, me gjithë këtë mbështetje, me gjithë këtë madhështi, le t'i tregojmë gjithë Kosovës se lidhja jonë është ngritur në këmbë, është bashkuar fort, është gati për secilën sfidë që na vjen përpara. Na shikoni për pak, s'ka gjë që na rrëzon, s'ka gjë që na trazon, s'ka gjë që na thyen sot. Jemi bashkë, hajderi tash! Jemi mbledhur, ne LDK, nga gjitha anët e Kosovës, nga peja lulja e Dukagjinit, nga istogu burimi i djathizmit. Jemi mbledhur nga Deçani, Juniku, Klina. Jemi mbledhur nga Anamorova, nga Gjilani, Vitia, Artanja, Kamerisa. Jemi mbledhur nga Mitrovica, Vështria, Obiliqi, Drenica, nga Gjakova, Prizreni, Suareka e Dragashi, nga Ferizaj, Shtimja, Malesheva, Rauveci, nga Lipjani, Fush Kosova, Lapi, Madh, Prishtina e Krejt Kosova. Ne jemi lidhja demokratike Kosovës, sonte Krejt Kosova LDK. Jemi mbledhur sonte këtu, jo vetëm si pjesëtar të një lidhje të fortë, por si një shtëpi e bashkuar e njerëzve që ndrojnë për Republikën tonë, për të ardhmen tonë, të ardhmen e një vendi që duhet qëndroj krenar, qëndroj i fortë, qëndroj prijetar. Dhe sonte e shënojmë fillimin e një kapitulli të ri për Republikën tonë. Sonte shënojmë një moment definues të historisë së popullit tonë. Sonte shënojmë kryengritjen e djathtë kombëtare si thirrje monumentale të popullit Kosovës. Dhe në këtë kryengritje të djathtë, le t'i kujtojmë vetës se kush jemi ne. Jemi pasardhësit e qëndresës, jemi pasardhësit e rezistencës, jemi pasardhësit politik të shqiptarit më të madh të kohërave, jemi pasardhësit politik të doktor Ibrahim Rrugovës.